Miqtë e alarmit, përshëndetje. Këtu ndodhemi në autostradën Plepa-Rogozhin në hyrje të qytetit të Kavajës. Siç e shikoni, këtu kemi një tabelë e cila thotë se në rrugë po kryen punime. Por faktikisht mund ta shikoni edhe vetë që në këtë rrugë nuk po bëhet asnjë punim. Prapa nesh ndodhen edhe makineritë e firmës Kobial SHBK, e cila po ndërton këtë segment rrugor. Por megjithse sot është ditë e hënë dhe ora është vetëm 9:30 mëngjesit, nuk shohim asnjë makinë që të punojë në këtë segment rruge. Të dashur miq, mbikalimi që shikoni pas nesh është një mbikalimi i cili do të kryej devijimin e trafikut nga autostrada Plepa-Rogozhin për të hyrë në qytetin e Kavajës. Pra me pak fjalë, makinat që vinë nga qyteti i Durrësit për të hyrë në qytetin e Kavajës duhet të kthejnë poshtë këtij mbikalimi djathtas, duhet të ngjiten në mbikalim dhe pastaj të vazhdojnë në qytetin e Kavajës. Por problemi qëndron që në këtë pikë nuk ndodhet asnjë tabelë që të orientojë drejtuesit automjeteve se ku duhet të kthehet. Duke qenë se tek mbikalimi pak më poshtë nuk gjetëm asnjë tabelë e cila të tregonte hyrjen për në qytetin e Kavajës, ne vazhduam drejt dhe arritëm deri në këtë pikë. Nga e djathta jonë ndodhet rruga hyrëse për në qytetin e Kavajës. Dhe makinat që vinë drejt edhe arrin deri në këtë pikë duhet të kalojnë përmes këtij kanali dhe të futen në sensin e kundërt në rreth rrotullimin që ndodhet pas nesh. Këtu kemi tabelën treguese të punimeve që po kryen në lotin 6 të autostradës Plepa-Rogozhin. Sipas kësaj tabele, data e fillimit të punimeve ka qenë data 25/8/2009 dhe afati i përfundimit të punimeve ka qenë 13 muaj. Pra, punimet në këtë segment të autostradës duhet kishin mbaruar në shtator të vitit 2010, por tani jemi në mars të vitit 2011 dhe punimet akoma nuk kanë mbaruar. Kështu s'bëjmë intervistë, po të shpjegoj domethënë diçka. Nuk janë bërë shpronësime dhe s'ka dalë vendimi i Këshillit Ministrave për shpronësimet. Po kjo rrugë nga ana e firmës do kishte mbaruar me kohë. Duhet kishte mbaruar sipas tabelës, duhet kishte mbaruar shtator të 2010-s. Po problemi është se akoma nuk janë bërë shpronësimet dhe s'ka dalë vendimi i Këshillit Ministrave për shpronësimet. Po duket çik si absurde, kupton, të punosh me 3 makineri ndërkohë që gjitha pjesa tjetër rri pushim. Po nuk vazhdojmë dot se kemi mbaruar trupin e rrugës komplet. Se s'është bërë shpronësimet. S'kan mbaruar shpronësimet. A mbaron para sezonit turistik? Se di, shteti e di. Nëse del vendimi i Këshillit Ministrave, ne makinit janë nga gatishmëri të plotë, kështu që Këtu ndodhemi në një segment tjetër të autostradës në të cilin po punohet. Në këtë segment prej 4 kilometrash ne shohim vetëm 4 makineri të cilat janë duke punuar. Pra ritmet janë mjaft të ngadalta. Gjithashtu në këtë segment shtresa e vjetër e asfaltit është gryer plotësisht, ndërkohë që zgjerimi i saj është duke mbushur me materiale inerte. Dhe kjo ka sjellë një vështirësi në lëvizjen e automjeteve. Gjithashtu në këtë segment të autostradës nuk ka një tabelë e cila të tregojë afatet e fillimit dhe të përfundimit të punimeve. Këtu është loti 9, domethënë, si firma zbatuese është SIAK SHBK, këtu është CMR, domethënë. Janë 2 firma bashkë. Si afat përfundimi është data 30 prill. Kur kanë filluar punimet? Punimet kanë filluar 10 në janar, domethënë. Dhe siç e shikoni është në fazën përfundimtare. Nesër dhe pas nesër fillojmë asfaltimin e njërit krah të autostradës për të bërë edhe sa më të lirë kalimin e mjeteve. Këtu
kemi tabelën me të dhënat për punimet që po kryhen në lotin 10 të autostradës Plepa-Rogozhin. Sipas kësaj tabele, punimet kanë filluar në datën 31/8/2009 dhe duhet të mbaronin në datën 30 shtator 2010. Pra, kanë kaluar 6 muaj nga afati i përfundimit të punimeve. Megjithatë, punimet nuk kanë mbaruar. Në këtë lot të autostradës vazhdon puna ende sot e kësaj dite.